Piktakimi i tyre i së martës është institucioni i kulturës. Në këtë ditë, Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku kishte në agjendë ndarjen e çmimeve vjetore në letërsi. Bajram Kosumit i u nda çmimi kombëtar për veprën jetësore Azem Shkreli. E për këtë shpërblim që mori, ky i fundit theksoi rëndësinë e investimit në art e letërsi. Letërsia dhe artet e bëjnë njeriu më të mirë, e bëjnë njeriu më humanist dhe bëjnë njeriu më vizionar. Prandaj investimi në letërsi është një strategji e mundshme për me e fitue dhe me rujt mirësinë e njeriut, humanizmin e njeriut dhe luftën për liri. Me çmimin Letërsia Shqipe u dekorua Recep Qosja. Për akademikun, letërsia është sfera e cila ka fuqi edhe për ta ndryshuar jetën. Këtë nderim nuk e konsiderojnë nderim vetëm për mua, por për të gjithë ata që besojnë fuqinë e krijimtarisë mendore, të letërsisë dhe të studimit historik të saj. Letërsia nuk është si thuaj dikur pasqyrë e jetës. Ajo është krijimtari. Ajo është mjet i jashtëzakonshëm për ta ndryshuar jetën. Përveç Kosumit e Qosjes, me çmim u nderuan edhe Ballsor Hoxha për veprën më të mirë në prozë, ndërkaq Dije Demiraj për veprën më të mirë për fëmijë. Donika Dabishevci mori çmimin Ali Podrimja për poezi dhe Eroni Takçiku për kritik letrare. Ministria e Kulturës i ndau çmim edhe Meliza Krasniqit, bashkëshorte së kryetarit të PDK-s Memri Krasniqit.